Në Shkodër përballë Kuçit, shtrati i lumit Kirë është kthyer në një vend grumbulllimbetjesh nga të më të ndryshmet. Inerte, plehra urbane, mbetje shtazore, goma e të tjerë. Rreth 1 kilometër shtrati i këtij lumi është i pushtuar nga ndotjet, duke shënuar një situatë që ka kaluar çdo normalitet, një katastrofë mjedisore në prag të shpërthimit. Rreshjet e ditëve të fundit vetëm sa kanë progresuar gjendjen, duke krijuar pellgje me ujëra të ndotur, të cilat me rritjen e prurjeve të Kirit përfundojnë në lumin Buna e më pas në Adriatik. Në fakt nuk bëhet fjalë për një problem lokal, por një rrezik kombëtar dhe rajonal me pasojë të drejtpërdrejta në ekosistemin ujor, biodiversitetit dhe shëndetit publik. E gjithë kjo ndotje nuk është e sotme, prej 30 vitesh është situata e përkeqësuar ditë ditës, ndërsa pushteti vendor, strukturat e mbrojtjes së mjedisit, administratat e basenit të lumeve, prefektura e Shkodrës dhe Ministria e Mjedisit kanë heshtur. Heshtja në këtë rast është bashkëfaqësia, mbrojtja e mjedisit është një nga shtyllat kryesore të integrimit evropian, ndërkohë që ky realitet në Shkodër dëshmon institucional sa i përket mbrojtjes mjedisore. Është koha për veprim urgjent, jo për deklarata. Autoritetet zyrtare kanë përgjegjësi të plot ligjore dhe morale për këtë situatë që kanë toleruar ndër vite. Nëse ky krim mjedisor nuk ndalet tani, nesi do jetë shumë vonë, jo vetëm për lumin Kir, por për gjithë zonat që ushqehen prej tij. Mjedisi nuk është provë private, por trashëgimi për të gjithë, pa të cilën nuk ka jetë. Ndaj heshtja është shkrim me pasojë tepër të rënda për të sotmen dhe të nesërmen.